Unë ata kam dish më shumë se djali. 3 herë një dhe kishte restorantin. Po aja dështia e tepër, edhe dështia jonë na ka qenë këtu ku jemi. Aja ka kuptuar sa të bëhet telenovela. Jam në ngojt Mileti. Ata fëmijë me ka i bani si ka sot. Unë shë djalin natën e gjaj të qarë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Ditën e sotme në live-in tim do të sjell një histori në fakt nga Puka. Do të kemi një gjyshe, një zonjë me emrin Shpresa, e cila do të tregojë momentet më të vështira që ka kaluar në jetën e saj me ish-nusën e djalit. Pas konflikteve që e pati me djalin, ish-nusja merr 2 fëmijët e vegjël dhe largohet, por fatkeqësisht prej një viti kjo gjyshe së bashku me të birin e saj, pra babai 2 fëmijëve të mitur, nuk kanë asnjë informacion se ku ndodhen këta të fundit. Dyshohet se ish-nusja është larguar me 2 fëmijët e vegjël në mënyrë ilegale, kanë nxjerrë fëmijët nga Shqipëria pa një prokur dhe sot kjo gjyshe kërkon ti përcjelli një mesazh nëse gjithmonë ajo do e dëgjoj. Por kush është historia dhe çfarë ka ndodhur mes çiftit të rinjve nga Puka që u zhvendosën të jetonin në kryeqytet të Tiranë, do të jetë Shpresa që do na i rrthej ditën e sotme, kështu që hap ditaren dhe ftoj këtë zonjë. E dashur Shpresa, përshëndetje nga Tirana. Dhe. Uroj që ti jesh mirë. Dhe juve. Në fakt ne të dyja kemi folur disa herë në telefon. Jemi shkruar me mesazhe. Shpeshherë ty të ka ngelur qefi kur unë s'të kam kthyer përgjigje ose t'i kam kthyer me vonesë. Por më mirë kuptove për ngarkesën që kam. Odeta, përshëndetje. Faleminderit për se më ktheve dhe kërkoj falje për gjë që thash. Jo, të lutem. Inshallah. Nuk ta thash të më kërkosh falje. Uroj që ti të kërkoj falje me kanë sinqeriteti jam, jo së më thati. Unë kam aq hall sa unë nuk e di se ku do ja arri. Që jam vetëm. Sepse unë jam pa motër, pa vlla, pa mbështetjen as për kujt, vetëm aty në 2 fëmijëve që kam, e 2 nika. Këtë e nuk as të më shajnë hallin njerëzit, as të më ashtu nuk e kam kërkuar nimin as për kujt. Unë duhet drejtësi. Kaq. Kjo e drejt nuk vetëm unë nuk jem të gjetë ku asnjë dhe nuk kam besim ka anën botë. Në këtë moment çdo gjë unë e kam negative me njerëzit. Sepse më kanë qujtë që kjo nuk është asisan, kjo kështu jo kanë tërgaritetin komplet afërsia e njerëzve. Gjatë largësia s'është një për shumë. Dhe për atë një pa unë do jep jetën, dietë do kaloj, unë për atë 2 lipa do jep jetën, sepse nuk do harroj kur fjalën e një pitmak, nga thonë nalë. A di që kanë fut jatin burg, ka thënë data 24. Dhe nuk do të harroj kur, çdo që të thojnë njerëzit, nuk mirët vesh fjala, nuk e kanë marrë vesh fjalën e një pit, djalit, ku e kanë marrë te psikologun. Me psikologun që ja kanë aty, asnjë gjë nuk ka shkruar në polici. Dhe këtu më ka hap vetëm policia Puks, bashkë me prokurorin e Shkodrës, që djali im është futur në burg pa asnjë lloj çështje, sepse këtu se ka dalë një ligj, vetëm gratë, edhe që një fjalë e grus, një fjalë e emit futet burrin burg. Ose ne diçka pa asnjë lloj gjaje, pa asnjë lloj kontakti. Se për çka ata e di shpirtin ty, unë e lësha vetëm aty e dinë. Patën një vaj kun ka thonë djalë, më ka thonë nan, mos më qaj atje, se unë nuk kam çelë pi aty, se nuk jemi aty, një jemi ju. Dhe unë kur nuk arre, edhe për hir të atij që është në tokë, se ai më ka vdek vetëm për stresin e aty në gjanave që ka bo aja bashkëshorti. Pa, ish-nusja e djalit. Se nuk ka pas asnjë lloj gjëre tjetër burri ai. Vetëm stresin atë si ta unë kur i ta sot, por zgjalli pa i bërë gjë se kam ne si më kon baba i saj. As baba i vet nuk i kanë ai gati. Çaj respektoj e afruat mirë je kena. Unë dua të të pyes dhe të më kujtosh, sa kohë u bë që nuk e ke dëgjuar zërin e 2 nipërve? Zërin e 2 nipërve, unë qysh me datën 6 dhjetor, unë 6 dhjetor 2025, me 2024. Me 6 dhjetor 2024, asun asijati. Pra, mbushet një vit le të themi që ju nuk keni informacion se ku ndodhen. Pa di gjë dhe se ku janë, a janë shmërsh, a janë të mërpërin, as janë, këtë është në diçka se ne nuk plenë gjumë. Unë shë djalin natën, që me e kësy djalin dhe, e gjaj të qarë.
edhe me telefon dorë të një për video që ka bo me të. Më ka një babë, si nuk i ka desh ato fëmijë, edhe se ka desh nënën e fëmijëve, ai nuk e shën kujt se e kotra lala, aty shtu si janë shkujt edhe si janë folë për djelë tem. Aty më piklën zemër, një nanë, nuk ka nanë që do të bëjnë kurse dëm nusën e djali nuk dënë as djali. Unë ata kam desh ma shumë se djali. A do të tush, nasha nuk e beso kush, gjithë kush do të nëjtë ma se e thot për gjoja këtu, jo. Unë t'i baj bje me Kur'an, me qatë dëni ku dëni me Kur'an e me Bibin, me sot dëni se unë besoj në të mëllin zot, dhe unë baj bje se unë atë vajze kam bjesh ma shumë se të minte mi. Sepse nuk kishë motra as vla, as kërkan në kishë besim në atë njëri. Dhe e atë puna, aja i shkon të desh me na interesi, pas ka pos mes familjes sot. Edhe shpesa, ju po flisim për ishnusën e djalit, e cila ka një vit që është larguar nga shtëpia. Por, ata bashkë sa qëndruan martes? Djali me nusën? Ata kanë qëndruar 13 vite. 13 vite? Pa. Në to 13 vite, si lindi konflikti? Sepse ajo i ka denoncuar për dhunë dhe djali ka bërë burg, me sa po kuptoj. Po, as ta nuk e kuptojmë, as si lëgjaje, vetëm e di kjo ku ka me të shtatë me dytin, që ka pos një diçka një kesh kuptim, jo seri, jo po unë, jo po ashtu, jo po kanë dhe kanë filluar të kesh kuptimit. Masi e njës me djalin e bogu, Shtazania. Dhe kur kalin djali, aty është bo ma shumë. Se ti në ato momente as një lëgjë nuk ka konë. Po, nuk deshin me lanë djalin tem me dërë me fësu. Kishte linë djali si fësojnë shoqnia që linë një fëmija me shok, pse me djali ti, ku jeti i djera. Ish djera djalit, ku jeti pse marrë me në shpi, nuk kisha lypti me fësu për shoqësit ka le djali, tja e gjanash, djera. Pra, konfliktet, të themi, nuk kanë qenë vetëm mes nusës, pa i ka patur konflikte edhe me njerëzit e nusës. Në vjera ka njësë atë konfliktin. Asi që tjetër, aja ka njësë kështu ultimatum, se kanë pos bërë për në djallin den, për në kujtë unë nuk i ti se si. Unë e djallit tem e kanë shtymë të zëra, nuk ashtë ata vetëm zotja e di. Nuk kopë se me a dit ato, aja ka po për shpyrt vetë. Izmetin ati me virusin që akonë ka nejtë një mu në gjenjë ko me jatë, i shoj që ose i jatë i nusës, ka nejtë dhe ajë, sa bakë shumë ka nejtë me ta, me zotnin. Dhe asë njës ka nejtë apër, se për i gjitë gripi, për bje virusi, gjatë jem ka nejtë atë. Nuk është problem. Unë du vetëm dy nipat, së më interesat. Nuk më interesojnë asë një ato. Unë më interesojnë dy nipat edhe dy fëmijët e mi që i kam fëmijë. E qartë, kuptoj, je një gjyshe që nuk e kontakt me niprat dhe kërkon të dish se si janë ata. Por, shpresa, ti me nusën, kur ndodhi denoncimi, ajo denoncoi djalin, dhe djali bëri burg, nuk fole për të kuptuar situatën, çfarë të shpreh ti vetë nusja? Nuk e kam banu fjallën tem as një sekundë, as një takim. Asnjë, për mua nuk kanë dish asë lejta kimi, edhe atë natë që e kam pu djalin të mbugun, jam konë për zelës aty. Edhe i kam thënë nëmë saj, i kam thënë rrëdi, si nana që jena, si familje që jena, se ne jemi kërë familjarët më para kyne, dhe hajdi ullna e që të punë që i kena një pat në mes. Asë bëhat fjallë kush jeti. Dhe i vlaj, i saj ka thënë unë gjak dhe të baj. S'ka shansër, pa unë o gjak, po puna dhe për gjak dhe të baj. I vlaj ka thënë. Polici që ako në rojë aty, se nuk poli asë në lojgjaje, polici që ako në aty, për bolë, polici ka thonë unë do baj gjak. Edhe s'ka shanse. Por si ka qenë marrëdhënia jote me nusën e djalit, në 13 vite marrëdhënies? Shumë mirë apo me tash, vetëm vitin e fundit, ka filluar ja konflikt. Se si e alipuna, gjatë shtatazini se mrapa kanë fillu këtë konflikte. Konflikte nga xhelozia apo të flasim hapur shpresa edhe djali juaj mund të ketë gabuar në këtë marrëdhënie? Ka bjerë po, ka gabu djali, ma ti pse ka gabu, se e ka dish shumë dhe e ka qenë në restorant të 3 herë në javë. Ashtë fix, ata ka dish, për i men gabimit e janë e djali tem shumë.
se 3 herë një dhe kishte restorantin dhe me ushqim gatum në shtëpi, se nuk gatuj nga në shtëpi. Ton ditën ishte në shtëpi, me ujë djalin e madhe merr ka dhe të puna djali. Sa herë ka marrë dhe të puna për me lënë lirshëm në shtëpi e me dalë me shoqe. Është fiks, aja është shumë e saktë. Djali jam ka shumë gabime. Ja, për këtë këtu jam e sigurt se djali jam shumë i gabuar. Por që të gjë se as se ka dhunu, po që ka dhunu ajo ndaj çaj. Bosh me nënën e saj. Nuk kam punë me zënon. Unë i falenderoj se zënon me njerëzit e zën, kam thënë edhe njerëzit motat e hallat ma, i kam në të nipat e mi, edhe i di se kush janë. Aja ka pas një shans se unë kam pranu vetëm si për i hallave të saj. Se çfarë familje janë kanë ata dhe një njeri del edhe u merr edhe fytyrën hallave të veta. Jemi në zonat tona se nuk e kemi në zakon për më kuj. Dhe sot unë u kurita me këtë gjestë. Gjesë mua jam ka thonë pikën e sherët, kemë ma pa dhe unë përmen pikën e sherët ja. Gjesë ja rriti puna se unë nuk kam mollë me parë një pandemi. Tishim një nanë, ose një vjerë, ose një diçka. Si unë nuk kam bo për to, ka shumë drejta jam me bo. Nuk ka kur si nëllë fmin për me mos me taku fisin e vetë. Ne jemi fisje. Ju po më tregoni që djali juaj është denoncuar pa të drejtë dhe është dënuar pa të drejtë? Po, pa të drejtë edhe çdo gjë është ashtu aty mëna për mëna 2 ditë ka posikar për Gjermanie. Ka me datën 21 ka flet në Tiranë në veta, djalia. Po. Nga Gjermania 21 dorë ka flet me Tiranë ka taku gjatin të puna, kanë pikë dhe ka flet në shtëpi. Sa kanë punë javë. Datën 22 ka ardhur në Puk, jam kanë Pukun të pritë si kështë të dërtinën djallit i madhë, se të voglit jabona, me datën 22 ka fletë ka në Puk, ka pru gjana që ka pas, ja ka qua saj, dhe i ka shkaj të shku me qantët e mamë, ta që po duhet aty, se kujde se jam gjithon, se po që në nena, një më nënë të shë edhe qanta që erdë nga Tirana. Me të, ka shkuja ka dërzua saj dhe ka morë 2 fminë dhe i ka morë 2 orë. Atë natë me 22. Me datën 23 ka nej. Tonë pra ditën djallit djej në orën 5 ka qu. Mas dite, min, ka dal djallit gjyra me motër e vetë, me qikin e ajzë, në e të motër vajsajs. Po. Ka dal gjyra tonë mas ditën, a konë gjyra djej në orën 8 dorë, sa konë gjyra me vajzën e ajzë, të liqeni, ku kemi liqeni në rezervarë që jasë ba. Ashtu, në orën 8, në orën 9 ka ardhe ka pi. Ka hangër buk, e ka morë djallin telefon, o babi i qëtë, boj ka kanë jam të hangër buk me babi. Me apo vjene në mërëm se s'kam ku fletë, du se unë jesë me fletë do se jena shumë njerës. Aja pas që ndonë telefonin, djallin për me folë, telefon që me jeshin konë përgatit letrat. Po sa kishte i pra, kishte 7 muaj se ka pasit. Ka që konë, që ka pasit të rëtë vetë, që pa të morë fminë, pa të jenë tërë dhe ikin nga Tirana. Por, të lutem, ndarja e tyre, nusja, mori fëmijë dhe iku momenti kur e denoncoi djalin tënd në polici dhe ai ra në burg? Jo. Mrapa, mos ja ty nga Gjermania. S'ka pos lirja as të lej gjaja, mos ja ty nga Gjermania, ata të që ka ty miseni, me 22-23 ka put në ndërë, ka put djalin burin dhe vetë në burg, 24 ka pos dilinin djali, mjes. 23 nuk e në dhajt dërës ka put qenë në burg, mjes ka dilinin 24 ka pos djali. Po pra, këtë më shpjegon, në 2022 Shinusja ka iri kur dhe djali juaj pas shumë kosh nga ndarja ajo denoncon për dhunë. Por si e kishte dhunuar djali juaj kur ata nuk jetonin bashkë? Nuk e di, aja e din bosh me nënën e vetë, e me të botën e me të vlatë. Ata nuk e di, unë jam konë përzet me djallin tëmë që udhaja urdhën e futën mrena. Unë jam konon përzet së aty. Aja ka shkru më orfmin edhe ta kam shu dhe një foto që ashtë i djalli dhënum të të krapë. Dhe është dënuar nga vjera? Nga ish vjera? Nga vjera, nga punata nuk e di, nga gruja ata nuk e di. Unë di që ka full djalli. Kajsh, nipi. E dashur shpesa, dalimi pak të viti 2022, momenti ku nusja iku nga shtëpia, ka pasur ndonjë konflikt në djenin tënde? Ju vjen në shtëpi, kaq.
gjakon, nuk vjen shtëpi, ishte në punë, kam tërgu se ka pas punon në portin e Durrësit. Po. Menaxher në port Durrësit, me shitje makinash, të makinave të përdorme, dhe unë kur bëj ka targetet vinë në darë, dhe a jarë kanatët. Kjo ishte. Ajo i thashtë, nuk në gjesh dërë dur të shpi, ose mos ik në punë. Lekë dështë. Restorantit i dëshka, shpinja pa të kërkuar shpi o s'pa, do të blej shpinë se s'banë si shoqet e mija, jem konën përsent aty kur e ka thonë. Ma ka thonë më ngoj, që shoqet e mija tonë janë të blej shpia, unë jam bashkë, si ishe shpi me qëra. Nuk ishe kuj marrë djali si me pjellë shkollën e lartë jam murin, patentën jam muri, e që në Itali, e la 1 muaj në Itali në 2022, e la 1 muaj në Itali të e motra, me lekë të tia ishim, se si ishin lekë asë një asaja. E qartë, por nga këto konflikte, që janë konflikte banale, ajo vendosi të merrte fëmijët dhe të ikte? Po, atë se dim vetëm kur e kena marrë vesh në 10 mjesit që kam rejnë po, ka i shdim. Dhe nga i moment, ju kontakte me fëmijët keni pasur? Po, shkishen, kur ishte Ramet Lia e gjallë, shkoj ka i mërë kaj, me tjatin, policideka me tjatin e asaj, të nërshë nuk fëmijët nuk e reshin asatërë, me i taku. Baba i vetë sa eri ka takuar fëmijët nga momenti që nusja ka ikur? Baba i vetë që me thonë as vetë, nuk e di se përsa i ka taku, për të 3 vjetë as vetë nuk e se sa i ka taku, mund i ki taku 4-5 herë, që që e kalon në regli i asaj, nërshë nuk ishte. Nuk ishte, në bazë... Dhe shka më mojës distancë se një manevrim me bënë kukaj, ata shkoj ka policia, marka që i ka të policia. Ajo jeton ende në Puk të familja e saj, apo është larguar nga Shqipëria? Aja nuk jeton në Shqipëri, aty, po aja ka i shtetit. Ka ikur jashtë shtetit? Ishtë nusja e djalit me fëmijët ka ikur jashtë shtetit? Po si i kanë nxjerrë fëmijët ajo? Ka pasur prokur? Ata nuk e di, ata e din aja, me nënën e vetë. E me pëzane vetë, edhe ato që e ka një mu, policia Puk që e ka një mu. Ato e di, sa ato i apin mbështetjen si kemi bo urdhë, kina bo pa di për ta, që ashtu asi lëgjëre nuk nga ka ashtu, kina bo në shkutër prapë si prapë, jena me një gjysh, që për më gjetin për fëmin se ku janë, një i farë fjale, po më kujtojnë se ma gjithë pikun dishka, se i farë fjale se gjoja është në Gjermani nazir, ka shumë jetat Gjermani. Ka është di, unë zigja ma tepër. Janë, direkt tu jena, si na ma go. Pa si kanë të është një ditë. Sepse të hupët, ato fëmi nuk janë berë, po janë fëmi, janë njerëz. Se të dolin njerë. E qartë, e kuptoj dhe po të dëgjoj me vëmendje. Po, si po mundësi shteti shqiptar. Të hupin shtetë, edhe si ditë që ku janë, a janë gjallë, a janë dekë. Unë kërkoj të është një vitë. Qysh me datën 26 dhëtër 2024, unë kam bon pa di, bosh me përmbarusit, edhe asë një loj gjësi nuk ka bon. Në për televizorë po bajnë, ashtu dhe asë një gjë, asë një loj gjë, si ka mundësi. Si ashtë të mundë, që kam bon mundë, ti shteti. Mirë si e me njëj partije tjetër, po njerëzit nuk janë të partisë, janë njëj familje. Aja zëjusha, në qësa për patologistja, e sekretar, asaj kancelarës Shkodrës, unë e di atë. I qartë, dalemi pak e dashur shpresa dhe më shpjegot çfarë ndodhi. Në momenti që babai humbi kontaktet me fëmijët, ju drejtua policisë, bëri një denoncim fillimisht. Po, asnjë. Kena qenë gjoja për Interpoli su përgjithashtu, kena interesu na për kufit. Dhe asnjë gjë ne jam nuk doli, vetëm thanë se në Kosovë me ka kalu në Kosovë. Ka zdim, ma asnjë gjë më tepër. Dhe kalimi në Kosovë është bërë çfarë date? Të kujt muaj? Para vitit të ri. Të 2024. Ma 2024. Pra, nga 2022 që ish nusja e djalit u largua me 2 fëmijët, deri dhjetorin e 2024 ka qenë aty. Në Puk. Dhe gjatë saj periudhe, pra babai i takonte me vështirësi, por i takonte rrallë. Po. Dhe nga 2000... Por i dhali gjykata apelit, që bënë gjykata apelit që njëherë mujt t'i takoj, t'i marrin në shtëpi dhe
3 herë në javë t'i takojnë gjatë javës dhe çdo natë flasin telefon me ta, aja bani alternative dhe një. Por ndalemi pak dhe ma sqaro pak procesin gjyqësor, se të pyeta, ju jeni drejtuar policisë, më pas keni shkuar në gjykat. Pra në gjykat djali ju drejtua të bënde divorcin, apo të kërkonte takimet me fëmijët. Domethënë, se ti më thej nuk janë divorcuar akoma ligjërisht. Ja, divorc nuk ka kërku asnjëherë. Djali im s'ka kërku divorc, aja ka kërku, po nuk e ka pranuar djali divorcin. Por pse nuk e ka pranuar djali juaj divorcin kur ai ka ikur? Sepse nuk kam martesë me ndo, ka thonë, kaq, nuk kam bërë gjatë sepse do. Aja vazhdojnë punën dhe nuk ashtu, sepse unë kam 2 fëmijë dhe nuk më t'i tham fëmijës tam që t'i tham se për që janë ndohën, për që kërkova unë më ndohë, të kërkojnë aja, dasin. Vazhdojnë aja, punë të veto. Aja dinë që duhet, njëse 2 fëmijëve se për që janë ndohë me t'japën. Me pak fjalë djali juaj nuk do të shkoj t'i drejtohet i pari gjykatës dhe thot të shkoj ajo në gjykatë dhe të kërkoj divorcin. Jo, ata nuk e ka thonë isha si gjën, po ka thonë nuk e pranoj, ka postan fillim, ka kërku shoqës ish grusi ka thonë për atë fëmijëve bëjmë një pajtim bashku na bosh, nuk ka nësi se amdën as mëndën nuk jam mosh me mdesh, po për atë fëmijë si mos t'jenë mërzitet në siklet. Shpresa, ai ka të drejtë që fëmia duhet të rritet dhe me nënën dhe me babain, por kur ish nusja është larguar që në 2022-shin dhe sot jemi në 2025-ën, logjikisht janë të ndarë. Ato të ndarë, po sa që kënë ndarë me letra. Po prandaj ma habit që pse djali nuk i drejtohet gjykatës. Po për që t'i drejtohen gjykatës? Se unë jam mosh me gjithë fëmina Odeta, jo as më interesën puna e dasisë. Jo, shpresa. Mos ka, menim së përset më martu, se po jetë po martu djali. Shpresa, si gjatë. Jo, shpresa, ke gabim. Divorci vendos dhe kujdestarinë e fëmijëve. Në momenti që bëhet ndarja e prindërve, gjykata vendos dhe kujdestarinë e fëmijëve. Odeta, lutem, a kanë lënë si nuk ka bërë dasin djali, është puna, djali këtu si ka marrë fëmijën dhe aja ka ikë. E dashur, absolutisht aja ka shkelur ligjin që kanë nxjerrë 2 fëmijë të mitur. Po që duhem, me kodë që unë kam lexuar në qëto. Me qëtoj në qikoj qëto, aja jo, burë, po super burë banë. Qëtë libra i kam studiuar dhe nuk jam e për shkollë, si ka qyta ja për shkollë. Jem ma për shkollë, sa. Ti ke blerë kodin penal, e mba në shtëpi? Po. Ja, kodin penal, kodin civil. Ja, që këte e kam marru dhe shkollë për këtë muhabet, edhe kam diplomen për këtë 2 gjanë. Dhe prapë kam lanë se aja, ata e kam që si vajzëndinë. Se di unë që si do kishëm hecë. Edhe me kanunë, që që më ka po aja. Por jo. Ti e shkolluar dhe beson të ligji shkruar në atë libër, jo të kanuni. Më falë Odeta, vetë për ata 2 nipave, unë vajzë 2 gjanë pranohen. Për që më ka po, burri më ka shku për streset e asoj më ka i. Se që ka pulla ajo. Nështë aja ka pos momentit me vdek, por mund ka me ti të zamu. Se ma ka thoni t'jalla me t'ja. Nuk jem moshtë, se t'jalla jam asa shkuri, asa gjithë me ani, as me pushtësina, se s'po përmeni atë fjallë që duhet me e përmeni, që e përmeni njërzit, as me drogë. Që atë që t'hitë tonë ato që me drogë me gjana, që të 3 gjana djeli si ka pos. Dhe nusën e ka mojtë shpjot gërës, që shë ka të ishtë aja. Po aja të shtia e tepër, edhe të shtia jonë, nga ka që në këtu ku jemi. Se kjo është historia, aja ka kujtu sa telenovel, jo familje. Aja ka kujtu sa të po telenovel. Kjo është si më kuna të telenovelet e Turkut, që jep Turku po prishën në nërë që nëse, këto të më ka dojnë më jeta, këto. Më vjen keq, sigurisht më vjen keq që ka ndodhur kjo histori në familjen tuaj, por ju i drejtuat gjykatës përse? Ne e drejtuam gjykatës, ndesh të gjitha janë për hir për fëmijë. Po. Me na gjithë fëmijë së kujt. Largimi nënës në mënyrë të palishme me 2 fëmijët e mitur, që ka kaluar kufirin. Po këtë, aja në fund,
Kur gjejmë fëmijë, atëherë do të bëhet edhe dasia. Nuk më intereson dasia, asaj puna nuk më hin, a di se kam mend për kuna punën e dasisë. Se s'më intereson, as kam fitu gjë me dasi, mos që sa do, as nuk fitej gjë. Por çfarë vendosi gjykata? Llogarisë me gjetë fëmijën edhe drejtën e djalit. E qartë. Pastaj do të hihen të dasia. Të kuptoj, por mendova që prej 2022 që ata ishin ndarë fizikisht, mund të kishte ndodhur ky divorc dhe gjërat mund të ishin më të lehta. Odeta, prit. Aja ka ikë në nënor 2022. Po. Në nënor 2022, në nënor 2022. Dhe djali jem ka ikë në Gjermani në 2023, në shkurt 2023, se na thanë me quj jashtetit, dhe në qo se del jashtetit djali jubi, i ka thonë jati saj, me meti burit tem, tjati djalit, i ka thonë në qo se atet do i bashkujmë bashkë dhe do t'i qenë në Gjermani edhe do t'jetojmë bashkë. Dhe kam bashkë mosin, me gjithë njerin, me marë atë drejtën e punë që janë të që djalin jashtetit në Gjermani, dhe ka shku djalin në Gjermani, dhe i takoj me këtë 3 mujorshë, se 3 muje kishte, aja the edhe urnin për me shku ato si thënë, do të vim, kurse e urnin të fillun gjojnë atë knejna. Dhe a i the urnin edhe në punë se mojtë i kushë, edhe ato leqen fitu nuk kanë arë në tonë, për kanë shku të aja në punë. Pa orësi si që ka thonë aja. Jam shku me emën që të kuj. Jo me emën gjellit e. Dhe aja ka mollek, në emën që të kuj ka mollek e janë qunë punë. Shpresam, duke ditur që ti e gjyshe, nuk e ke marrë guximin edhe ju vetë nga puka jeni. Po. Nuk e ke marrë guximin të flasësh me ish krushkën apo dhe me ish nusën kur ishte te shtëpia e babait që ndoshta kjo martesë nuk shkon më, ata i ka ardhur fundi, që në 2022 i kishte ardhur fundi, por ata fëmijë kanë nevojë dhe për babain, edhe për njerëzit e babait, nuk mundet dot të trokisjen atë der. Më fali Fiodet, unë kam pas frikë më afru, se me gjithse që kanë bënë ato, unë edhe unë kam pas frikë më afru. Të me tërgur e tetin? Frikë nga se dhe mu më qeshin bu. Edhe mu më qeshin bu. Për ma shpishin një fjallë. Ata vetëm për shpikje kishin kështu. Maja guse kishin fjallë. Edhe tishin me i stërlu dhe me këty njerëzit, qyshe dërshin ato për kanë i kam këty njerëzit. Thash edhe ty, kur folin telefon më spre edhe ty, me ato qeshme të saja që banë me ato fjallë të bukra që fletën tam, me amën. Nuk kam pas aq respekt për to, për atë familje, dhe mu nuk ka shtyr aq respekt, nuk du me ja ditë në këtë YouTube. Unë du me ditë vetëm për ato dy, një pas se ku janë. Pavarësisht se aja zëjush ata, janë mirë, nuk ka problem, janë mirë, edhe se ku janë nuk ka problem. Qysh sot, një natë, i sot tjatit, fris, i sot, mirë janë, po se ku janë që po duhet ty. I dhe shpresa. Ato fmi, me ka i bani që i ka saj. I gjithë rrugve. Ta dim edhe këtë tjetër. Kjo është. Kur ti nuk i ka zënë fmin, babë se ku është, edhe fmin e le me plasë, ka gjelozia. Gjelozia për fmin. Ti, për gjelozit për burin, bën gjelozit e fminja. Ti e të shkatru fmin, jo burri. Ata se kanë menu ato. Ato kujtojnë që në të shkatru këta. Për të shrinë asar. Jo, ato shkatru fmin, se a i shkatja asa amin as fmina. Asa i zote, nështë aja është në tërtura të pas. Edhe kjo nuk më besoj. Sa aja edhe me i tërturoj. Po nuk e di kush, e di jonë. A i kur i sa ka djali, sa ka kamionën me ndalësëm, me le sa shto. Edhe nuk falë shto. Asja, vete mos mja për i shqeti. Edhe këtë gjë e baj ka jo. E ka bo. Edhe mund ka thonë pikën e shërët kim ma po dhe ja po, va. Ska ma tjetë, te pekja, te burgut, te largumja nipave, ma mund shëtrej komplet familje. E ma e ka që kështu, edhe sët jam në ngojt miletit. Familja jam në ngojt njerëzve. Shpresam, në fakt nuk duhet të mendojmë çfarë thon të tjerët për ne. Nëse ne do marrim përbas fjalët çfarë mendojnë të tjerët për ne, të lutem, shiko atë pragun e brenda, mund të paktën ta them si këshill, unë jam më e re në moshë se ty, ta jap si këshill.
edhe çdo njeri ka problemet e veta, edhe unë kam problemet e mia, por ne duhet na interesojë nga dera e brenda. Ç'a mendojnë të tjerët jashtë, harroje, kryqëzoj me zero të gjitha. Se e di që vuan para gjykimit. Sa dën brakdes e kam një diçka si më diçka. Patjetër. Nuk di se ku e nisi rrugën, ku e hapi, ku e jep drejtimi. Sepse nuk ma jep kush mbështetje. Unë tham vërtetën, nuk besoj kush. Ai thot rën, ajo thot rën, e mashtron çdo gjë, ajo është e drejtë. E dashur shpresa. Shkon policia të Pukës, bën padi, nuk pranohen padi. I bojnë padit edhe nuk futen në sërtare. Shkon në Shkodër, bën padi te AMP-ja, hala nuk ka thënë kush përgjigje. Shkon në gjykat, prap thot prokurori thot, atë të thash në azil të trapi nuk të qeshte. Si thot ja është në azil, para i thu babës tyne, babës mi, thu është në azil, edhe hajtë se ta mëllën këtë qeshtje. Qysh? Gjykata çfarë vendi prokurori në Shkodër. Me 4 majtë ishte gjallin gjyq, isha aty unë, u botë i madh. Çfarë vendosi gjykata? U që gjykat si ja mylli gojën prokurori. Se thoshe dy të mëllën, më e mëllë gjykojnë gjyqin tërse, pa ato e në zilis nuk e atu marrë me këtë punë. Të shëtë me të në tjetër, unë të shë nuk e di se ku ka shtet këtu, ku a shteti? I shite. Presim Gjermani, ku më të përgjigje Gjermani, mu? Se që pa në Gjermani, që që lidhë është në gjuaj në Gjermani. Pse, dyshoj që është azil në Gjermani. Dyshoj që është në Gjermani? Dyshoj që është në Gjermani, në azil, ka kërkuar azil në Gjermani. Dyshoj ka nga letat, gjoja, ka nga letat në Shkodër, por nuk në amë që i përgjigje se në Gjermani janë. Vetëm janë në azil, ka përdhu në familje. Ka që letra. A e ka quar letra përdhu në familje, ka kërkuar azil në Gjermani. E qartë, e kuptova. Ta. Sepse sigurisht djali juaj ka bërë burg për këtë gjë dhe ajo ka shfrytzuar të gjitha letrat për fituar azil. Po, ka shfrytzuar dhe po me që ja ka bërë në përshtytje, pa e pos akasile, ja ka bërë në tjetër ata urdhë mbrojtje 20 mujoshe. E ka pos dhumajt, ja ka po dhajt. Ne në konë me urdhë mbrojtje dhe na vitet, një që konë bërë, o konë me urdhë mbrojtje. Ka qenë e pajisur dhe me urdhë mbrojtje. E qartë, e kuptova shpresa, por gjykata ka vendosur ende diçka apo jeni në proces? Ende nuk është mbyllur? Jena në proces. Presim me datën 3, presim procesin tjetër. Se që përgjigje këtë? Po na metëm në përgjigje. Më bo gjygje. Polic, mos di që jam bo. E qartë, e kuptoj, je lodhur me këto seanca gjyqësore ku ende nuk ka marrë një zili dhe... Ne punë të jetë, vetëm mos t'i gjë, si e ka punë, rikja e në punë vetë. E atë i zotja shkëta të parë. Po më përjeve, se me të ekspodes, po shkëja punë veti dhe shtojnë po kjante, shtojnë kur dojnë, edhe shtetë. Kjo është, s'ka me tjetër. Kur s'gjën i patë mi gjë punë tjetë. Shpresa, e dashur, më dëgjoj me vëmendje. E di që je irrituar, je e mërzitur, ke mall për 2 fëmijët, nipërit, i ke rritur vetë, të mungojnë, absolutisht të besoj. Por dua të them, nuk je as e para as e fundi gjyshe në Shqipëri që të ka ndodhur kjo gjë. Fatkeqësisht, një pjesë e mirë. Si mu nuk ka ndodhur tjeta, si mu nuk ka shanse me ndodhur. Nuk ka shanse, nuk e di, nuk ka shanse, se i kam një gjuhë me si në tua tona, po si mu jo. Si mu nuk ka shanse. Për punë një pash që shtunë që ta bere nuk ka shanse. Tjetë një këpërci, pa i bo asisen, nuk ka shanse në nëllë. A ka bo një diçka. A e të stopi. Por nuk ka të dhanë shanse ku konë, vetëm keme sa t'i dhanë. T'i kanon një liqë që nuk ashtë liqë. Nuk thamë mos me mëjtë grunë. Po nuk ka liqë kështë se u shkatru në familje shqiptare. U shkatru në familje shqiptare. Fatkeqësisht janë të shkatru. Me zisë presin gratë vetëm për një fjallë goje, të ndërët. Mirë, këtë dushje. Ne të dyja jemi në një pikë dakord që dhuna nuk tolerohet. Një person që dhunon duhet të përfundoj pas sekurave. Absolutisht. Normale. Normale, por nuk ka dhunuar. Aja nuk ka dhunuar për djalit tem. Kjo është, kjo më vjen që ti si ka mundësi aja shpet janë nuk ka dhunuar. Kjo është. To, po pse? Të tushte, sepse i bisohet të bëjë në sëtë. Edhe se edhe të shpikin e bësën, se e banë. Shpet i ka të në polici, së përmi kënjolla.
se i kishte bën tira me dorë vetë. Sa ja prani këtë kullaj. Mua më vjen Tash keq nuk janë konina të përsam, kur ndodhi ajo gjë me polici ti po shpejtë drejtori i spitalit e shoqja kancelarës në Shkodër. Drejtori i spitalit shoqja, anat e veta në spital. Njëna doktoresh, tjetra infermier, nëna vetë infermier. Hala tjetër në kuzhinë, tjetra aty normale, se u bë spitali privat puka. Për një familje. Dhe ty edhe kancelarja me tjetër, edhe një janë dul kriminali puks. Mua më vjen keq përpos konflikteve që kanë pasur dy të rriturit, djali juaj dhe ish nusja, nuk kam se të bëhen viktima fëmijët. Është gjyna që ata fëmijë nuk kanë kontakte. Nuk dënë shtetin, po ndonë më po dënë fëmijë mësë shkatro. Aty në beset zema. Nuk, gjësë janë do, e din vetë, jetën e vetë, aje e din jetën e vetë këtë. Por fëmijë mësë shkatro. Kjo është, unë se i kam bësë tjeri kësaj pune. Fëmija mësë shkatro, nëse i kam bujtë vetë. Atë në të tërkutës, jeta jeme, janë atë dy në të tjerë, në të sakrificë janë të vujtë. Ka që në jolë, vujtin e kam bënë, pavarësi se unë jam rritë me dy pleshë, me dy gjyshit e babës tëmë, jam rritë si krajë, po jam rritë pa nënë pa babë. Nëna nga lënë rrugë, ka qëmë dhe atrëp nëna, se për gjelëzin e babës. Ka është pra, unë atë jem të kërku, deta, nuk jem të kërku se unë e di si qërë vujtje këna të fëmijë. Edhe di që si vujtë, sa shumë i vujtë i madhe. Si aty? E ke përjetuar në lëkurën tënde? Për përjetu pavarësi se më kanë rritë, kanë mojtë aristemin, kanë mojtë qështu, qëshe kanë dhe, edhe gjyshja. Tonë po e fisi babës të. Por, është diçka se arrin puna një ata të dy nipa janë të vujtë, për babën e vetë. E ti jonë, ma në nëzëma, se e ti si se janë. E ti shumë mirë se sa vujtë për babën e vetë. Pyeti ato të puks. Sa është habit për përmanusi, ka posan djena të me ka posan se nuk i ka fajtë për djallin tem, po e kam posa, unë jam habit të botë. Jam habit të se kam kujtu tjenë në të momentu unë kam sana djalli jëtë fajtorë. Dhe kur ka i këta pri asaj që jam të prive që marim fëmin, se nga stresi nuk po mikë. Kur është bërë takimi me fëmijët? Por takimi me fëmin, i ka thënë ikë, i ka thënë se ndikë të baba. I ka thënë i vogli, se i modi rri uërë që i kam thënë nënë, se më ka thënë nënë mos më qajtë, i kam thënë nënë dhëtë më shku, sa është të blaj, me nënë vetëm Alani. Mirë pra me nënë sa. Edhe unë i di se sa bojnë atë për babë. Të ka marrë malli shumë. Unë i di shumë mirë, vetëm për ato nuk bojnë zërë dhe nuk i di sigur a janë gjallë, as janë gjallë. Nërsa lërë kofti rëpë buri të zëti shoma nuk është aja me dek ato asë me tërgusë tërgurë. Qasë si kriminella shë janë. Kash, nuk kam që ta ma tepër. I qartë, e dashur shpresa. Po jam të vujtë familje, jam të vujtë shpi e di, vujtë e flatë në. E vujtë vetë. Se e kam vujtë, për dane për babë. Sepse unë jam në babë la motë, po më kam jenë dërës. Kam vajzat të vajzë, unë më nga në pu si motën, po si të që tjetë puna, mu më ka lanë lartë, jam rritë lartë familje. E kuptoj dhe krasimi që më bënë. E dashur shpresa, unë jam e sigur që ish nuse e djalit do në ndjeki, ish krushka. Dua sot, si një zemër nëne e gjyshe, ti përcjellësh një mesazh për dy fëmijët që të ka marrë malli dhe disa heri mbushe syt me lotë gjatë kohës që ishim bashkë në intervistë. Unë e përcjelli mesazhin për ato dy nipa, ti takoj sa më shpejt. E të mirujnë Zoti e ke ditë e madhe qarë, mirujnë Allahi ku janë, se jam, dhe du se aja ti heki kërkëpërcin, edhe mos luftojnë me fëmijën e vetë, se aja të luftu me fëmijën e vetë, jo me ish bashkërodhin e vetë. Pavarësi se aja të vujtë për fëmijën e vaj, atë vujtë jo, pa atë vujtë atë shumë. Vetëm se snipet mu, se unë është shumë mirë. Po e kërkoj,
i kërkoj, lutem, kësaj fëmin, bën që dush për jetën tame, jepi rrugë gjithë jetës tane, po fëmin mos i bloko. Të lutem, kaq për atë fëmin, për tjetër gjë nuk i lutem se si kam baka, se aja këtë drejt më orë me më kërku falin 100.000 eurë. Për gjeset që më ka bon, edhe gjatë jetës se afon me djallë tem, edhe mos i ka ju. Se si më kon një familje që me marri puna me dojnë më adje në këtë gjenë. Të besoj. Unë uroj që ajo të dërgjesohet dhe ta kuptoj dhe të lijoj fëmijët të flasin telefon, se për ndryshe ju jeni në proces dhe gjykata do vendosi diçka dhe ajo ka shkelur ligjin, ajo do ta kuptoj që ka kaluar 2 fëmijë të mitur. Edhe gjykata mos mbot gjë, unë dhe nisi me tjashmi, me gazetar tjashmi se unë e të bat punë. Unë të qkej, zdo la gura, nuk i di, zdo la kam dhe të normalet, edhe unë atë gjën pa drejt kemen e fëmijëve të mi, nuk kam qëra falëse. Të besoj. Se s'ka shansat e me kalu fëmija pa letën e botës. Ajo ka shkelur ligjin, unë nuk e di se si ka kaluar fëmijët, por ajo në gjykata do marrë një vendim. Të shetë si policia nuk shëzon, kishka është. Gjykata do marrë një vendim, ajo do marrë një dënim, dhe në momenti që ajo hyn në territorin e Shqipërisë, ndalohet. Gjalla janë tjekëm, nuk mjetë asin loj qarine me tjerë fëmin, vetëm me unë i zanim, mi po, a janë gjalla e asja. Unë uroj shpresa që ajo të dëgjoj, do doja që të flisja me ishë. Për tja të di unë që që pa jam. O se më dojnë, mëse, unë të shëve e hem di një që të i kam bërë, e kam bërë që të lapet. Unë fije nuk i thusë as tasë puna, mua djallin tjetër. Do jetë si vetëm për këtë gjanë. Ka dektonë asaj punë, se familjen teme nuk e uli punë. Familjen e ka drejtë, unë do të qenë që s'manaj, që sa do të mënojnë tjerë, me më shkil me kom, unë do të prapë të dënjen. Atëra me të që e kam tjokë në këtë të hanit i thëjmë, unë ata paja rritet, edhe di ku ashtë me pas me ditë që që familje kalon për men, kalon familje në unë. Jo se që janë të pulsët. E di shumë mirë, por nuk e kam problem poljen, unë kam problemin aty në dy neva që janë. Dhe t'jenë familjen e rëmë. Nuk ka familja aty mu. Unë ma ka përson djeli, nipi, unë nuk ime aty në menanë. Së në më që unë adje. E qartë, e kuptoj, por uroj që ata fëmijë të rritën edhe me nënën dhe babaj. Unë uroj që t'jesh gjyshja me lumtur, uroj të bashkohesh sa më shpejt me 2 prit, do vetemi bashkë në kontakt dhe uroj që ajo të ndërgjegjësohet. Të hapi telefonin dhe t'i nxjerrë fëmijët në telefon. Të përqafojnë. Mos u është në gjithësur se se le ama. Edhe i vlaj, jo, pa ajo është aqe rritur. Nuk është e kjesë, e dishë se kush është aja, po ato e kanë shtyt tjetër kush, se aja nuk është aja që e kanë bërë. Ajo është aqe rritur sa të marrë vendime, mos pyesi nënën dhe vllajën për fëmijët e saj. Mirë. E qartë, e kuptoj, dyshimet që ju keni. Kërkoj falje për... Të lutem, mos më thuaj më falë, në mënyrë absolute. Mirë, të përshëndes dhe do mbetemi në kontakt. Gjithë të mirat. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që zëri juaj të dëgjohet, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.